Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur. Ju ftoj që të ngrihemi në këmbë për ta filluar shërbesën. Kënga e parë, kënga me numrin 32, Burin ujit të gjallë. Kënga me numrin 32. Zot, faleminderit për këtë mëngjes, faleminderit Perëndi për privilegjin, për që në shtëpinë tënde për të kënduar së bashku. Faleminderit o Perëndi për çdo vëlla dhe motër besimtar që janë këtu sot me ne. Faleminderit edhe për miqtë tanë o Perëndi, njerëz që na njohin, njerëz që vinë në takimet tona o Perëndi. Faleminderit që kemi mundësinë të jemi së bashku. Na ndihmo Perëndi që në këtë mëngjes ne të jemi të bekim për njëri tjetrin, të jemi kurajim. Na ndihmo Perëndi që të kemi dëshirën për të adhuruar Ty, dëshirën për të njohur Ty më shumë, dhe të kemi zemrat e hapur o Perëndi për të parë çfarë Ti ke nga fjala jote për zemrat tona sot. Lutem Perëndi që teksa ne këndojmë, e adhurojmë, e teksa fjala jote predikohet më vonë, çdo gjë ta bëjmë për nderin dhe për lavdinë e emrit Tënd. Lutem në emrin e Jezusit. Amen. Mund të uleni? Kënga tjetër është kënga me numrin 50, kënga Ti je i denj, 5-0, kënga me numrin 50. Now
Mirëmëngjes gjithëve, mirë se keni ardhur. Lavdi Zotit për privilegjin, për të kënduar, për të adhuruar Perëndin, edhe që gjeni mundësinë për të ardhur, për të lënë ca gjëra që mund bënim. Edhe siç e shikoni, kisha është paksa ndryshe, një herë në vit ndodh kjo për aktivitetet e fëmijëve edhe të rinjve. Edhe është një temë që lidhet edhe me përditshmërinë tonë, gjë që duam apo s'duam, futbolli është një lojë që prek botën, edhe është një lojë që ka lindur në fakt për fillim fare unë kam lexuar një libër, kur isha pak më i vogël, tani kam një 30 vjet, 30 sa vjet që kam lexuar më, por thotë si lindi futbolli, edhe futbolli në fakt lindi për shoqëri dhe argëtim, si shumë sporte, nuk lindi vetëm për konkurrencë, por lindi edhe për miqësi. Prandaj janë sot e kësaj dite, për shembull, ato që kur hyjnë lojtarët, e keni parë, marrin atë flamurin edhe e shkëmbejnë me ekipin tjetër. Që kur hyjnë japin dorën njëri tjetrit. Është edhe për bashkësi, është edhe për shoqëri, është edhe për të argëtuar, edhe për të dalë një fitues, por në fund fare është për të lidhur njerëzit. Do kështu ka lindur. Ka lindur në shekullin e 19 në Angli, edhe në fakt ndeshja e parë zyrtare ka qenë në vitin 1872 midis kujt ekipeve? Anglis edhe Skocis, si ndërkombëtare po themi, quheshin. Se ka pas dhe klube. Pastaj edhe fjala soccer që kanë këta në Amerikë, prapë ka lindur në Angli, por para futbollit më shumë luaj me duar loja, edhe ishte një lojë rugbie dhe pastaj në Amerikë futboll amerikan. Dhe u bën mbar botën sportin fakt që nuk ka vend që nuk e njeh. Edhe gjithashtu u krijua edhe për zhvillim fizik, jo vetëm për bashkëpunim, por edhe për të stërvitur, për të luajtur dhe gjithashtu edhe për forcuar bashkëpunimin në grup. Nëse dini, puna në grup është shumë e rëndësishme. Perëndia flet se si ne punojmë në grup dhe është një nga gjërat më të vështira. Sepse gjithë ne kemi një kulturë ku jemi rritur, kemi ca dëshira, kemi talente të ndryshme dhe nuk është e lehtë të bashkëpunosh. Megjithatë Bibla na jep frymën e bashkëpunimit. Dhe tema është e mrekullueshme. Pse? Sepse është kampion për Krishtin. Dhe kur thua kampion për Krishtin, nuk është fitojnë një njeri, nuk është fitojnë 5 veta, nuk është fitojnë 10 veta, po është në Krishtin fitojnë të gjithë. Dhe shembulli i Krishtit është Manidës. Jemi sot një histori pas Krishtit dhe ai dha jetën për kë? Për gjithë botën, sepse Perëndia e deshi aq botën. Dhe kjo është diçka që mua motivon, e di që jo gjithë do t'ja dalin, por sa kemi në dorë, duhet lutemi, duhet punojmë, duhet motivojmë që t'i bëjmë gjithë t'ja dalin. Sepse me përndryshe Perëndia do thoshte Krishti erdhi vetëm për disa, po dua që dëgjojnë apo që nuk dëgjojnë, por Bibla nuk thot ashtu. Bibla thot ai e bëri sakrificën për të gjithë. Gjaku i tij është i hapur për gjithë. Dhe ku ka motivim më të madh se sa të lutesh edhe të punosh që gjithë fitojnë. Ai sigurisht punën e përditshme jo të gjithë ja dalin, por duhet të nxitemi që të japin më të mirën për këtë punë. Gjithashtu në Shqipëri, e dini ku lindi futbolli në Shqipëri? Po, njëri thon Kavaj, tjetri Shkodër. Ku lindi futbolli në Shqipëri për herë të parë? Në 1905-ën, edhe di zonja, se Shkodrane, fiton një pompë, një mileshë. Lindi në Shkodër, edhe unë të e thonin shpesh se unë kam qenë i lidhur me futbollin që i vogël, shumë domethënë, me ekipet, me lojtarë, mese, edhe dija që ishte lindur në Shkodër. Fakt ndeshja e parë ka qenë midis ekipit Shkodran edhe ushtrisë austro-hungareze, Independenca. Dhe pastaj kanë luajtur dhe me italianët, me fisin e largët Pastor Majgut, loznin me fashistët që ishin këtu, ishin pushtuar. Kështu që Shqipëria mori pak kohë. Pastaj shumë më vonë ka shkuar dhe në Amerikë, dakor?
Edhe sot është bekim që kemi disa vizitorë me ne nga Amerika. Është rikthyer shoku, vllai, ku diun çfarë kemi këtë tash. Miku Filipi, janë ndërtokit e Filipit. Filip Joki që është tifoz i Romës, Chelsea. Duket me Chelsea. Me të dyja, shpëtova, me të dyja. Gjithashtu ka sjell me vete mikun e tij që kishte 10 vjet, që ishte Kim, nëse mbani mend Kim. Kim ma bëri qefi sepse tha, u vdes për atletarin që mori Roma këtë vit. Kush më tash? Është një shenjef, Malen, një hollandes. Ai më ka bërë për tas këtë vit që të zgjohem çik për futbollin. Që duhet rrugite për Kimin. Thank you, Kim, for loving Malen in Roma, brother. Maybe you can present your family a little bit? Ai do prezantoj pak familjen, ju lutem. Është gruaja e tij Ulja. Samara vajza. Anikas? Anikas. Silva ka 2 mbesa binjake, edhe i ngjatë kur erdha pas ka mbesa Silvës. Gjatë Maris kopje ku e qenë të ka një gjashmëri kështu pa besueshme dhe është gëzim që i kemi këtu. Edhe është mirë të gëzojmë shtëpinë e Zotit edhe të kemi bashkësi me njëri tjetrin. Lutemi edhe për vizitorët dhe miqt që kanë ardhur. Këta janë grupi i dytë i meksikanëve që unë takoj në jetën time. Nuk e di sa prej kanë takuar meksikanë. Javën e kaluar takuam një nga Venezuela. Një grup i parë ka qenë me kohën e pastor Davidit që solli djali i tij. Ja, që solli djali i tij ishte Sergio Garcia, duket. Po, Sergio Garcia kishte 4 fëmijë dhe ishte bërë besimtar nëpërmjet influencës së djalit pastor Davidit dhe ishte bekim. Kështu që familja Kimit janë grupi i dytë që takon. Kështu që amen. Thank you for coming. God bless. Mirë, atëherë do lutemi për kohën biblike. Është gjithë java nga e hëna deri te njëjtën. Fëmijët dhe të rinj janë të premte deri të diel. Kështu që ata që do ndihmojnë pas kishe një çerekore, po kanë mundësi të kemi takim të shkurtër, kush nuk ka mundësi mund ta lëmë në orën 8 sot në mbrëmje. Ndërsa ju tjerë që s'para merrni pjesë, mund të vini gjatë javës për të qenë bekim, për të kujdesur, mund të luteni, që të mërkurën nuk do kemi takim, sepse do jetë gjithë java e kohës biblike e verore. Mirë? Atëherë ftoj tulim kokën, mbyllim sytë dhe le të lutemi tash. Zot, falenderoj shumë o Perëndi për mirësinë tënde, falenderoj Zot që besoj një Perëndi të gjallë, besoj një Perëndi të mençur. Falenderoj Perëndi që ti di dhe shikon gjithçka. Falenderoj Zot që kur vim tek ti, vim të dobët, vim për ulur o Zot, pasi nga ne nuk e meriton as hirin, as mëshirën o Perëndi. Po të gjithë jemi të humbur o Perëndi në fuqinë tonë. Dhe unë falenderoj o Krisht që ti na e shfaqe atin. Dhe çfarë dashurie shfaqe për ne o Zot, çfarë përsosmërie, çfarë motivimi o Zot, dhe po të shihemi tek ti, kam frikë se gjithë duhet turpërohemi o Perëndi. Si jetojmë ditën tona, sa mendojmë për njëri tjetrin, sa lutemi, sa inkurajojmë, sa dëshmi jemi në botë o Zot për ditë, sa motivojmë fëmijët. Unë falenderoj o Zot që ti je ai që je, dhe ne jemi këta që jemi. Falenderoj o Krisht që me ty fitojmë të gjithë o Zot. Është një varg që nuk i shpëtojnë dot. Sepse Perëndia e deshi aq botën sa dha birin e tij vetëm lindur. Edhe në ty o Krisht, siç thotë Romakëve, jemi më shumë se fitimtar. Nuk e di si mund shpjegohet një varg ose një fjalë që thotë më shumë se fitimtar. Sepse fitimtar është fitimtar. Por jemi fitimtar o Zot për te kësaj bote, jemi fitimtar për këtyre çmimeve o Perëndi. Jemi fitimtar në shpirt o Zot. Atë që është vlera jonë e përjetshme. Dhe që ti e sigurove për ne o Krisht. Na arrit këtë javë o Zot, ndërsa mendojmë gjithmonë për fëmijët, për të rinjt, për njerëzit që punojmë, unë lutem o Zot. Na arrisësh ne në jetën tona personale mirë, sidomos ne që shërbejmë, që është bekim i madh
që na ke zgjedhur, që na përdor o Zot. Edhe ne kemi sfidat tona, kemi egoizmin ton, kemi lodhjen tonë o Zot. Por të lutem Perëndi, na motivosh çdo ditë si Ti o Krisht. Na arrit o Zot, kemi mirësinë Tënde, kemi inkurajimin Tënd o Zot, kemi drejtsinë Tënde, kemi dashurinë Tënde o Krisht. Çfarë privilegji kemi këtë javë të ndajmë shembullin Tënd me tjerët. Na ndihmo të lutemi për fëmijët, I kërkojmë o Zot, edhe sot ishte programi I fëmijëve, vinë ata fëmijë besnik, edhe sigurisht nuk ishte një numër inkurajues, por unë lutem o Zot, që të punosh këtë javë dhe të na zgjerosh mendjen dhe zemrën edhe për fëmijët e tjerë o Perëndi. Falenderoj për njerëzit që kanë ardhur sot o Zot. Është privilegj të vim përpara fjalës Tënde. Për mua personalisht është privilegj që më dëgjoj mua një. Dhe që Ti ma jep këtë mundësi o Zot. Dhe shpresoj të jetë gjithmonë plani dhe vullneti yt. Falenderoj Zot që vim gjithë para një fjale të përjetshme që ka vlerë edhe sot o Zot. Dhe që s'na le të gabojmë. Jo vetëm në gërmën e ligjit, por edhe në frymën e ligjit o Perëndi. Që të lutem na arrit o Zot, na ushqet, të jetë një ditë inkurajuese, të jetë një gëzim kur të ikim. Të themi sa mirë ishte që ishim në shtëpinë e Zotit, që takuam njerëz që na duan, që na mbështesin, që interesohen për ne, që na rrisin, që na falin. Falenderoj Zot që kemi këtë mundësi ta shohim me këtë sy. Na largo këndvështrimet e gabuara dhe të lutem o Zot që gjithçka të bëhet për nderin dhe lavdinë Tënde. Të falenderoj edhe për miqtë tanë o Perëndi, për Filipin, djalë që ke rritur këtu o Zot, që është në Amerikë, ka sfidat e veta, ka luftën e vet, të jetës si gjithë ne o Zot. Ndihmoje o Krisht të jetë gjithmonë pranë Ti, të inkurajohet në mirësinë Tënde, në zemrën Tënde o Krisht, në gjakun Tënd. Japësh një vizion akoma dhe më të madh për të ardhmen o Zot për Ty. Beko dhe Kimin dhe familjen e tij o Zot nga Meksika, të falenderoj Perëndi që janë këtu, erdhën për të na respektuar, për të dëgjuar diçka nga fjala jote. Ndihmo të jetë bekim edhe mesazhi dhe këngët o Zot. Dhe gjithë ne që jemi besnik o Perëndi. Gjithmonë ka një kohë për të luajtur, ka një kohë për të biseduar, por ka dhe një kohë për të kënduar, për të adhuruar, për të mësuar o Zot. Na hap mendjen dhe zemrat gjithëve, marrim diçka që s'do ta humbim kurrë në jetë, jo vetëm këtë jetë, po edhe në përjetësi. Beko njerëzit që s'janë me ne sot, fëmijë të rinj, të rritur, gjyshër o Zot, kanë nevoja të ndryshme. Ndihmoj me brengat e tyre të jetin mbi Ty o Zot. Edhe siç e përmenda edhe më parë, mundohemi të jemi dëshmi kudo që jemi, edhe kur s'kemi mundësi të jemi në kishë o Zot. Rrite influencën e kishës Tënde, duke qenë drita dhe kripa, jo vetëm me fjalë, por shumë më tepër edhe në vepra dhe në sakrificë o Zot. Në emrin Tënd shmuar lutem. Amen. Kënga tjetër, kënga me numrin 54. Ju ftoj të ngrihemi në këngë. Kënga me numrin 54. Our
Shpresoj që ndërkohë që ishim në këmbë, I bëm gati lekët në xhepa. Po është momenti ofertave t'i japim Perëndis, ashtu si ai tregohet besnik me ne duhet t'tregojmë besnik në dhënje e t'i japim atë çka I takon. Le të lutemi për ofertat. Zot, faleminderit edhe një herë për këtë mëngjes, faleminderit për bekimet e tua, faleminderit Perëndi që Ti je Perëndi që kujdesesh e siguron për nevojat tona. Lutem o Perëndi që të bekosh ofertat, të bekosh dhe njerëzit që do I japin ato. Në emrin e Jezusit lutem. Amen. Pastorari më mirëseardhje përmendi Romën. Nuk do ja zhbëjmë Romën, po me sa duket dhe mesazhin e paska gjetur lidhje me Romën. Që do ta hapim Biblën tek libri I Romakëve. Do t'i hapim Bibla tek libri I Romakëve, kapitulli 8, dhe do lexojmë vargjet 31 deri në 39. Në faqen 170. Pra libri I Romakëve, kapitulli 8, vargjet 31 deri në 39 në faqen 170. Do ta lexojmë të gjithë së bashku, mundohemi të ruajmë ritmin. Është kollaj kur mundoni të ndiqni ti kë, kështu që mund të më ndiqni mua. Ju ftoj të ngrihemi në këmbë për ta lexuar së bashku fjalën e Zotit këtë mëngjes, vargjet 31 deri në 39. Le të lexojmë së bashku 1, 2, 3. Çfarë të themi pra për këto? Në qoftë se Perëndia është me ne, kush mund të jetë kundër nesh? Sepse ai që nuk e kurseu birin e vet, por e dha për ne të gjithë, qysh nuk do të na dhurojë të gjitha gjërat bashkë me të? Kush do t'i padis të zgjedhurit e Perëndis? Perëndia është ai që I drejtson. Kush është ai që do t'i dënojë? Krishti është ai që vdiq, po për më tepër ai edhe u ringjall. Ai është në të djathtë të Perëndis dhe ai ndërmjetson për ne. Kush do të na ndajë nga dashuria e Krishtit? Pikëllimi, angustica, a përndjekja, a uria, a të zhveshurit, a rreziku, a shpatata. Siç është shkruar, për shkakun tënd po vritemi gjithë ditën, u llogaritëm si dene për therrje. Por në të gjitha këto jemi më shumë se fitimtar me anë të Atij që na deshi. Sepse jam I bindur se as vdekja, as jeta, as engjëjt, as pushtetet, as fuqia, dhe as gjërat e tashme, as gjërat e ardhshme, as lartësitë, as thellësitë, as ndonjë tjetër krijesë nuk do të mund të na ndajë nga dashuria e Perëndis që është në Jezu Krishtin, Zotin tonë. Amen. Kënga tjetër, kënga me numrin 23. 23. Mund të uleni. Mund të uleni. Oh
koha e mesazhit. Do të bëhemi gati tani për të dëgjuar nga fjala e Zotit. Duhet pak ujse. Se që koha e mirozave, unë isha e 2 ditë pak pa qetë, po e mora vetën. Më mirë tim 2 gota ujë se sa na vjen fikat. Mirë pastor Andi, se prisja, Shtefan atë këngën që është himni i Gjermanisë, kush ka jo nuk e di, është aty për hir drejtësisë, që di një tifoz italisë që dhe himnin e Gjermanisë, i guximshëm është, por lavdi Zotit është një libër që ka himnet e kombeve, edhe i kanë vënë fjalë perëndishme, për si thua për të lutur, për përfshirë edhe atë komb në lavdinë e Zotit. Pse? Sepse tek e fundit, Perëndia i ka krijuar gjithë kombet. Duan apo s'duan kombet atë ndjekin Zotin është diçka tjetër. Kështu që para se të vazhdojmë edhe me mëtej, le të lutem edhe një herë, kërkojmë frymëzimin e Zotit, kërkojmë mençurinë e Perëndisë, edhe vëmendjen. Lutemi. O Zot, falenderoj edhe një herë o Perëndi për këtë privilegj që kemi të ndajmë fjalën tënde. Bekoje o Zot mesazhin, dhe na ndihmoj që të mbushi zemrat tona dhe të na motivojë o Perëndi, derisa dalim në botë. Bekoje gjithë javën dhe një herë, në emër të Krishtit lutem. Amen. Mirë, keni secili nga ju besoj ka pasionet e veta në jetë, apo jo? Keni pasion gjëra? Dikush se ta i ke filmi. Unë kam vetëm një pasion, punën. Ka dhe që kam pasion punën. Por secili ka ato preferenca artistike, sportive, profesionale, leximin, edhe profesioni është diçka që mund ta shijosh, edhe futbolli është një temë që mund të rri gjithë ditën dhe gjithë natën, kështu që unë se kam problem. Dekorin e kam, me futboll jam rritur deri 18 vjeç mendoja që po nuk u bëra futbollist, nuk bëhem çdo tjetër në jetë, kështu që Zoti të ndryshoka, edhe është një temë që mund të flisja gjatë, prandaj e them, por është temë e bukur fakt. Është temë e bukur, sepse është temë reale e jetës, është temë që ne mësojmë, kemi folur Krishti, se dikush edhe mund thotë, s'duhet futbolli në kish. Ke mendu Florane? S'duhet futbolli në kish. Kur erdhi thotë jam me shaka, bashkë me Linën kishim marrë një palë atlete. Por Jezusi, po bëj shaka. Po pra, bëj shaka se ti s'ta ashtu, biles mund ta shijosh si mesuar ti që ke. Por çfarë po them? Është rëndësishme të kuptojmë si mësonte Krishti. Krishti mësonte me pyetje, kemi thënë. Krishti mësonte duke përdorur fjalën e Perëndisë me gjëra të përditshme të jetës, duke përdorur fare, duke përdorur një fëmijë, duke përdorur gjëra ujin, që gruaja po mbushte, duke përdorur gjëra të përditshme të njerëzve. Edhe për ne është bekim, ne mundohemi të motivojmë fëmijët tanë, edhe të rriturit, madje edhe për të rriturit çfarë thonë? Duhet bësh ushtrime, duhet të ushtrosh trupin. Dhe sporti është një nga mënyrat, dhe sidomos futbolli, është diçka e pashmangshme. Kupa e botës është aktiviteti më i ndjekur në gjithë planetin. Kupa e botës. Vllai më i lindës është në Amerikë, në New Jersey, nuk të them gjitha se kemi edhe ne ato sekretet tona, por po thoshim, ore do shkosh, e kam finalen ta 20 minuta larg. Kështu, bileta mund të kapi diku ke $2.000, nuk e di sa ishte duke diku. Unë nuk është se jam ai 18 vjeçari, që po kemi vdisja që o të shkoja për ndeshjen da, do në sot edhe mund ta neglizhoj. Por pra po thosha, në Amerikë 20 minuta larg Kupa Botës finalja njerë t'jepet mundësia. Shkrepi thash, bjeri më, hipër për $2.000. Po për ne është qikë vështirë, qikë si shumë. Po t'isha i çmendurit do merja kredi $2.000. Pasë të në ndihmonte Filipi dhe Kimi nga Amerika.
ta paguani. Por është një ngjarje e madhe. Është një ngjarje e madhe sepse përfshin një sport që ushtrohemi, përfshin kombe, përfshin njerëz, përfshin sakrifica, përfshin dëshirat një populli, dhe siç tham, është edhe një frym, sidomos duket kur ca ekipe, pse gjithë jemi kur luan një lojtar keq apo jo? Shi si bën ky zihet me gjithë. Shi ky po sikur vetëm ky është. A ke parasysh apo? E keni parë këto? Ja ku i prish punën e ekipit. Sepse ka një frym bashkëpunimi, ka një frym në grup, ka një frym për një kom, nuk je vetëm për veten tënde. Dhe që t'ja dalësh një herë, në radhë parë, duhet sigurisht një uri nga fjala e Perëndis, por që nuk shkon dot pa përulje dhe sakrificë për të gjithë. Dhe Kupa e Botës e dëshmon këtë, sporti e dëshmon, punët ku jemi, që të eci puna mbare dëshmojnë, kemi nevojë për bashkëpunim. Ekipi me më shumë trofe, besoj e dini është Brazili, ku bote, ka 5 trofe. I dyti është Italia dhe Gjermania me 4. Italia se ka dot të vitë Brazili. Gjermania ka pak shanse. Një që kënduan dhe himnin, base ka fat, në thonjë sa. Se s'besën ke fati, po. 3 kupa ka kush? Argentina, e vetëmja, 3. është veta jo me 3. 2 kupa ka Uruguay dhe Franca, dhe 1 kup ka Anglia dhe Spanja. Tani, ka gjithë bota që janë rreth 200 shtete, gjithë bota ka afërsisht, me gjithë të shtete që njën nuk njën, janë rreth 200 shtete, vetëm 8 shtete e kanë fituar. Nga 200, nga 1930-a, ka linë njëri 1930-a. Deri në vitin ku jemi, vetëm 8 shtete kanë fituar. Dhe duhet shumë tradit, sigurisht duhet tradit, duhet shumë motivim, duhet shumë punë, duhet shumë luftë për t'ja dalë, për të marrë një kupë. Gjithashtu, po lexoja që ishte interesante, po jepte reklamat, më humbje treta, 2 kapa, 2 shpreje, po të treta nuk e kapa. Nuk e di a keni para të reklamën që del Messi, del Yamal, duket dalin 2-3. E çfarë thoshte? Ishte një shprehje që më goditi në fakt. Dhe thoshte, nëse futbolli do t'ishte një gjuhë, është një reklam jepte mes ndeshjeve. Nëse futbolli do ishte një gjuhë, e gjithë bota do ta fliste atë. Pse e thotë? Sepse futbolli ka shkuar kudo. Dhe thoshte tjetër, nëse futbolli do t'ishte një këmbë, e gjithë bota do t'ishte ai. Pra, ku e ka fjalën? E ka fjalën të impakti që jep ky sport. Të impakti që jep bashkësia, po të themi midis kombeve, lidhja që krijon. Dhe unë po mendoja, a nuk është edhe ky plani i Zotit për të përhapur në gjillën? A nuk është ky plani i Zotit që krishterimi i vërtet sipas Biblës, që rritet në fjalën e Perëndis, por që shfaqet me modelin e gjallë që është Krishti, dhe me që të punoj me fëmijë dhe me të rinj, e përmendëm javën e kaluar, kjo është një pamje mrekullueshme, që na ndihmon çati sot ta nxjerrim sa më mirë. Por është, imagjino, kush ishte të mërkurën, kjo nuk ishte një sken do si do e Krishtit. Folëm pak se si fëmijët shiheshin si të dorës së fundit në shoqëri. Si pa shumë vlerë. Madje ne edhe në Shqipëri deri shumë vite më parë thoshim s'kupton ky, ma ku kupton. Aq dini, ma bëjo. Fëmia rritet dhe kupton. Sigurisht do formsohet, sigurisht shpresojmë të kemi thënë të rrisim, por do të lutemi që dalin jetë nesër se do jemi vetvetja. Por kjo që bëri Krishti ishte përtej normës shoqërore. Jo vetëm që nuk i qasnin shumë fëmijët, por prandaj dhe dishenjujt i shortuan thamë. Dhe thamë, lori më çdo fëmijët e Krishtit. Ai jo vetëm i mori, por i mori dhe në prerë, i mori hopa. Dhe tha, i lini fëmijët e vegjël, të vinë tek unë, sepse për të tillë është mbretëria e qiellit. Që këtu mësojmë ç'është e drejta, ç'është e gabuara, ç'është gabimi, ç'është rrëzimi, ç'është sinqeriteti. Dhe jo vetëm kaq, por i përmendi edhe si shembull. Tha, po nuk u bët si këta, nuk do të hyni në mbretërinë e qiellit. Andaj thamë, është një mësim për te normës kohës. Është mësimi i Perëndis. Dhe
Jo vetëm kjo, për përhapjen e Ungjillit që ne duhet punojmë me brezat, apo jo, që tek fëmijët, tek të rinjtë, tek të rriturit, është lutje në fakt, po flisja me disa njerëz dhe sot, po edhe gjatë vitit kemi folur, janë një brez që nuk është e lehtë mbledhësh, secili brez ka vështirësitë e veta. Sot jemi një celular së të dalin nga shtëpia. Nuk po e them për justifikim, po e them të mendojmë si do fitojmë ta, si do punojmë, si do rritemi ne. Se jeta tregon, po nuk rritet vetën, nuk e rrit tjetrin. Tendenca është të rrisin tjetrin, ta mësojmë tjetrin, po vështirë se shohim ndonjëherë, a kemi defekte vet, ku i kemi? Si mund të rritet, mund të ta motivoj dhe ta prej. Krishti na motivoj me shembull. Po na motivon te Krishti, si duhet jemi, kemi thënë ishim të humbur. Që në kapin e parë, paga në kapit është vdekja në fe. Por Krishti erdhi dhe doli aty në rrugë, themi. Hëngri goditë, hëngri të shara, hëngri për shtyma, u tallë. Dhe prapë tha unë ju dua të gjitha. I donte dhe ata kryepriftërinjt, i donte dhe ata mësuesit e ligjit, i donte dhe ata keqbërësit. Kur e çuan Krisht ta atë, fali ata sepse nuk din ç'bëjnë. Dice. Sepse nuk din ç'bëjnë. Pra, Jezusi ka një motivim, mendoj paksa ndryshe nga gjithë bota. Dhe ne që jemi prindër, si themi, gjithmonë e bëjmë më të mirën për fëmijën. Por prapë tendenca është gjithmonë më dëgjoj. Dhe ata duhet gjojnë. Por si mund të prekësh shpirtin, po themi. Dhe unë mendoj këtu duhet lutje, këtu duhet përulje, këtu duhet ndonjëherë shohim dhe gabueshmërinë tonë. Sepse vetëm Zoti është i drejtë. Vetëm Krishti mund të bëjë zemrën e dikujt, nuk e bëj dot unë. As ti mendoj. Dhe për gjithë botën, fakt është një varg te Galatasve, po nuk do ta shohim tani sepse ka lidhje me një varg tjetër dhe ngjajnë dy vargjet, prandaj s'desha. Por në Krishtin, Bibla thot e gjithë bota mund të bëhet një frymërisht. Ne jemi të gjithë të ndryshëm, disa janë meksikan, disa janë amerikan, disa janë shqiptar, disa janë indian, disa janë venezuelian që kishin këtu, disa janë turq. Po disa të Bibla, te Galatasve 3 nuk të lexojmë, se tash përmendet edhe një pasazh tjetër, thot nuk ka më jude as grek, shpirtërisht. Sepse ata gjithë vinë nga kombët e tyre, por në Krishtin janë një, sepse janë bijtë Perëndis. Rilindim tani në familjen e, pra ne jemi shqiptarë, po në Krishtin jemi të barabartë dhe një lloj në familje edhe me një grek apo indian apo amerikan. Dhe thot nuk ka as skllav apo të lirë. Mund të jesh i shpëtuar dhe je skllav ose je i burgosur dhe njohë Krishtin, mund të jesh dhe pronari. Sigurisht pozicione ndryshme, secili ka rolin e tij. Por shpirtërisht ne jemi bijtë të Perëndis. Dhe nuk ka as mashkull as femër. Andaj duhet kujdes, ndonjëherë bota i përdor këto vargje, edhe bën dhe ligjet, e dini që përdor dhe Biblën, kur e keq interpretojnë, dhe thotë shifra s'ka as mashkull as femër, thot Bibla. Por thot në Krishtin, thot frymërisht. Thot jo i lindur më nga fara e burrit dhe e gruas. Ke lindur njëri, tha Nikodemit. Por tani kur ti nje Krishtin, ke lindur në familjen e Perëndis, je bërë biri Perëndis. Dhe nuk ka, sepse gjithë jemi një në Krishtin Jezus. Çfarë thotë kjo? Që para Zotit ne jemi të gjithë të barabartë, si bijë Perëndis. Zoti i të gjithë. Dhe pani këtu çfarë thekson? Dallimet kombëtare, dallimet shoqërore dhe gjinore janë zero shpirtërisht në Krishtin. Dhe mendova, kur gjova atë futbollit, që është një sport që lidh masat, sa më shumë duhet lidhë, çfarë thamë? Njësia që krijon futbollin, argëtimi që krijon futbollin, lidhjet. Ishte manicën se vura pamjen, harrova ta gjej fakt. Ishte nuk e dija e pat, në fund të ndeshjes Gjermani Curacao thonë ca. How do they say Curacao? Curacao. I heard Aruba. Curacao I never heard. Aruba në kisha dëgjuar, Curacao është një gjithë me Aruba, nuk e kisha dëgjuar. Edhe Aruba ku dalë te kur e di, e kisha dëgjuar para politikës. Shkoi një shoku im tha jam në Aruba. U thash ku është Aruba? Edhe disha më kujtua, kur vinin shumë të huaj, sidomos nga bota perëndimore dhe s'dinin ku ishte Shqipëria dikur. Ka shumë histori. Gjithsesi,
Kur mbarojnë teshja, ishin 2 gjerman, edhe më duket 4 ose 5 të Kurasaos, 5 ishin, unë mblodhën ke fusha, por nuk po them se bënej gjithë pa parë, por ishin 2 skuadra të ndryshme, Gjermania e mundi, dhe ata po luteshin. Dhe disa kishin mësuar dhe sulme, i kishin thënë ç'a bëhet, dhe tha ky Gjermani që gjove intervistën, tha janë vlezën Krishta, e dim që janë besimtarë, kanë besuar te Krishti, edhe u lutën bashkë në fund fare të marrë lavdi Krishti. Paguen, janë lojtarë profesionistë, japin shpirtin për ekipin e tyre, duhet motivojnë ekipin e tyre, ndonjëherë ai lojtari që s'po luan mirë ka më shumë për nevojë për ndihmë dhe motivim, dhe duan dhe skuadrën tjetër. Pse? Sepse janë një në Krishtin, sepse besojnë se e duan Jezusin, po mundohen të rriten Jezusin dhe ndeshja do mbarojë. Kupa do mbarojë këtu. I morën dhe ca dhurata që do i mbajnë 1 javë, 2 javë, s'do i shohësh më, duhet krijohet frymë. Ne duhet lutemi për frymën e Zotit. Mbizotroj Krishti këtu. Dhe Krishti nuk mbizotron dot vetëm me rregulla dhe urdhra. Krishti fillon me rritjen tonë, me dashurinë tonë, me motivimin dhe gjithë rregullat në mënyrë të manitshme marrin kuptim. Dhe pse them? Sa të motivon, kam thënë një mësues që qëndron pak sa afër, që të nxit. Ai fëmia edhe kur s'do të mësoj, ashtu nxitet pak më shumë. Një mësues që s'e njeh fare që nuk motivon, ose dhe një antar kishe, nuk të nxit dot. Sepse gjithë kemi nevojë për rritje, po flasim gjithmonë për nivelin më të lartë, sepse kemi thënë që kur ndan Biblën, kanë folur dhe pagan dhe fjala e Zotit është ndarë. Por çfarë modeli kemi në Krisht? Është komplet i pagabueshëm. Dhe është ai që krijon frymë, po themi. Sepse çfarë tha Jezusi, kur të ikë unë do ju lë frymën e shenjtë. Dhe bota ka nevojë për këtë frymë. Tani që fryma të mbaj gjallë diçka, Bibla në fakt e lidh në mënyrë të mrekullueshme me trupin e njeriu. Fakta është ai që lexoj pastorandi është thelbi i temës, në Krishtin jemi më shumë se fititarë. Di pse? Nëse u lodhet duke gjuar ato vargjet, as lartësit, as thellësit, as ndonjë gjë tjetër, as ndonjë krijesë, as gjerësia, as gjatësia, nuk mbarojnë këto. Janë gjëra jetë që ne na lodhin, janë gjëra jetë që ne si themi na sakatojnë. Dhe prandaj thot Bibla, nëse ti njeh Krishtin çka bën për ty, je fitimtar. Edhe në thellësitë të jetës një ditë, nëse do jesh, askush s'e uron, po ndodhin. Ose edhe në burg nëse do jesh, kudo që do sulmosh, ai uritur, ti ke birin e përsosur Perëndis. Ti ke atë që të ka dhënë jetën e përjetshme. Dhe ti i fituar tashmë në Krishtin. E di që disa nga ne jo gjithmonë e ndjejnë, unë kam gjuar disa vjetë, kisha vështirë ta ndjeja vërtet. Po di më ndjeja më shumë. Kur kuptoja dhe lexoja çdo ditë çka bër Jezusi për mua një herë. Jo çfarë di unë, por çka bër për mua, çfarë meritoja unë, ku duhet isha unë sot, pse jam këtu, që çfarë jam, asgjë s'jam, por jam në Zotin, edhe ti je në Zotin. Që këtu ti manitesh, dhe që këtu motivohesh si ti jesh në shembull i Krishtit. Dhe kjo vjen nga ecja me Jezusin, nuk vjen vetëm nga një uri koke, vjen nga ecja e përditshme, nga rrëzimi kur e lë atë, dhe pse jo të identifikohesh në vuajtjet e tij. Sepse çfarë do të vargu, ne jemi më shumë se fitimtar, kur realisht i kalojmë këto sprova për Krishtin. Dhe ne jemi tashmë të fituar. Por Zoti na ka dhënë mundësinë që kemi një ekip, apo jo? Prandaj themi të gjithë fitojnë në Krishtin. Ta ndihmojmë çik s'ka gjë. Limonaco. Ulja çik si limonaco. Jo, ulë zina se ndihmon. Fikë okay. Çdo ekip ka lojtar, apo jo? Nuk e di sa për jush keni luajtur në ekip, sa për jush jeni në punë është çik më e vështirë, punë të detyron pronari do s'do, je pak më i detyruar. Dikush thosh është më e vështirë kish deri diku jemi vullnetar. Dhe sigurisht nuk mund të detyrojmë njëri, por mund të lutemi. Dhe prandaj kish duhet vërtet prekja e Zotit, që të kuptosh që atë lodhje që ke, atë përfshirje që ke ti dhe unë, nuk e kam thjesht vetëm unë për ty dhe ti për mua, po e kemi duke kuptuar çka ka bërë Zoti për ne. Dhe pastaj mëson derdhësh tek tjerët. Dhe as nuk pret,
as merita, as post, as çfarë fitoj, sigurisht janë sprova jete, nuk po them, gjithë mund të kalojmë diçka. Po ti kupton që është dhuratë e Krishtit. Është ai që ka zgjedhur. Dhe është privilegj për ty dhe për mua. Ajo që bëjmë Zotin. Dhe nëse njohim trajnerin tonë, Krishtin, do të dim derdhemi si ai tek të tjerët. Dhe kur vim tek ekipi, në fakt, që është shumë e rëndësishme, kjo është dhe tema që se vura, por tash ndihmon pak çati me ca gjëra, por kampion për Krishtin. Kush është për atë shtatën, nuk e di kush lojtar është ai, dakor, se mos filloni është Ronaldo apo nuk e di kush është, nuk duket. Megjithëse më duket është Ronaldo. Por Kupa e Botës do fitoj një shtet, apo jo? Është një eveniment, do fitoj një ekip. Dhe Krishti na ka thirrur, gjithë bota është në ekipe të ndryshme, besimesh, kulturash, ideologjish. Dhe Krishti i thret gjithë në ekipin e tij, di pse? Sepse në atë ekip fitojnë të gjithë. Një ekip, në fakt, një ekip, çfarë ka? Ka nevojë për çdo lojtar. Është interesante, futbolli ka 11 lojtar, edhe një ekip fitues çka ka nevojë? Që secilit përpiqet të bëjë më mirë rolin e tij. Xhaxha im ka shprehjen e famshme, nuk e di a kam thënë, gjithmonë thoshte, gjithë tjerët ishin shumë tifoza, edhe ndiqnin ndeshjet, që kur ishin vegjël i shikoja me xhaxhallarët, gjuhë po emocion Shqipëria, ke parasysh aksi Meksika, dhe është ai që si binte më për futboll, po duke bindur i kota aty me grupin, por ta mbydallën fare. Po jepe nga i top gjithë edhe nuk zihen se cili top në vet, edhe los janë nga sonde. Por loja nuk është ashtu. Loja ka rregulla, loja duhet fituar në grup me një top, prandaj ka një lloj konkurrence dhe futbollisti më i talentuar nuk mund ta fitojë dot vetëm ndeshjen. Në fakt, futbollisti i talentuar bëra sa bëra, 30 e ca vjet që ndjek futboll, kam parë shumë lojtarë që thonë, unë jam i talentuar, edhe ka qenë i talentuar vërtet. Por jeta, shembulli, ka qenë vërtet i talentuar. Ka prishur punë, krenaria, dukja, janë shumë të rrezikshme për gjithë ne. Merita, s'ka nevojë Messi, po themi edhe Ronaldo kur punon, sa e ka rritur shumë e punë, të bëjë të duket, e tregon fusha. E tregon marrëdhënie, e tregon shton lojtarët e tjerë. Që është diçka madhështore, unë manitëm kur thonë, sa erdha ky më priti, ky më motivoi, ky më inkurajoi. S'po them se gjithë do jemi ai, edhe mbase do jemi, mbase se kemi edhe nivele të ndryshme rritjesh. Po kërkonte si të bashkëpunojmë. Fusha tregon, jeta e përditshme tregon se sa rritemi në Zotin, sa në thonjza kampion bëhemi në Krisht, sa mund të motivojmë. Dhe në një ndeshje, ka raste që një lojtar s'luan mirë, apo jo? Çdo ndeshje luajnë lojtarët mirë. Po të lexoni ato, çfarë quhen, notat, njëherë marrin notat larta, kur rrifen njëherë gjithë notat dobta. Por, çfarë? Kur një luan jo mirë, dikush afër përpiqet ta mbështesi, një që do ekipin. Kur një rrëzohet, dikush përpiqet ta ngrejë. Dhe zakonisht skuadrat që fitojnë dhe ja dalin, janë skuadrat që sakrifikojnë më shumë. Unë jam rritur me futbollin, kam qenë në futboll deri te 30 të Tiranës, edhe një gjë që humte për shembull ishte futeshim me mik, mbanin me hatër, kritikonin më shumë se motivonin, kam qenë futboll. Iknin ca se s'duronin, iknin vinin ca tjerë, humte fryma e grupit. Se Perëndia s'na ka krijuar kohë që kemi nevojë për bashkësi. Dhe prandaj duhet lutemi të ruajmë një frymë mbështetëse. Se nuk ka ekip që fiton vetëm me talent. Ka ca lojtarë nuk e di Ajini, Adriano, Balotelli kanë qenë super hyje. Por vetëm sepse kishin krenari, egoizëm, humbin. Edhe nuk ecën ai. Edhe Casano ka qenë një super talent i Italisë për shembull. Shkojnë shumë ekipe nda, nuk e gjeti vetëm asnjë. Do të them, çdo ekip që ja del, nuk është vetëm thjesht ekip që luan mirë, por është ekip që bashkëpunon,
nuk bashkëpunojnë gjithë si duam ne, se disa janë më lartë të rritur në besim, disa më pak, po janë edhe duke motivuar njëri tjetrin. Dhe çfarë do t'ja Perëndis në fakt, disa vargje manice, lexoj bashkë një pjesë vargjeve, ai është gjithë pasazhi i 1 Korintasve, që ekipin ose skuadrën e përshkruan si trupin. Ka më shembull të bukur se sa trupi, e do ti trupin tënd? I thua dorës i gjuaj shpullftyrës, ndonjëherë edhe duhet, sepse të zgjon, them ndonjëherë futi 2 qafra vetes. Por ti e do trupin tënd, ti e do gishtin, ti e do syrin, apo jo? Ti e do veshin, ti e do zemrën. Nuk ka shanse të mendosh vetëm për një pjesë trupit. Dhe çfarë thot 1 Korintasve, ta lexojmë së bashku 1, 2, 3. 1 Korintasve 12 deri 14. Sepse ashtu si trupi është një, e ka shumë gjymtyrë, edhe të gjitha gjymtyrët e të njëjtit trup, megjithëse janë shumë, janë një trup i vetëm. Kështu është edhe Krishti, sepse të gjithë ne jemi pakësuar në një frym të vetëm në një trup, qofshin hebrej apo grek, sklepër apo lirë, dhe të gjithë jeni ujitur në një frym, sepse edhe trupi nuk është një gjymtyrë vetme, por shumë. S'është e lehtë koncept, teori, edhe në mundim përditshëm mundohemi ta shohim, por nuk është e lehtë, edhe pse se konsultohemi shumë me jetën e përditshme. Fakt një nga gjërat që Krishti thotë, dhe që unë vetë nuk e ndaj dot, sepse nuk kam sprovat e mia. Por thotë konsumi për këtë jetë, gjërat e kësaj jete, detyrimisht është ligjaj. Është ligji i mishit dhe i frymës, detyrimisht ndikon në jetën frymërore. Dhe jo gjithmonë e shohim trupin si trupin tonë. Unë s'mund t'i bëj dot kur dëm dorës time, po jam rregull nga trupi. Siç bënte i demonizuari i kujt? I Gadarenës. Keni harruar? Harrova dhe vetë. Nuk e bën dot dëm kokës tënde. Çfarë do bëjmë ne? Do kritikojmë? Po do kritikojmë, po fillojmë nga vetë një. A jam aq i rritur? A jam lutur aq sa duhet? A kanë ftuar aq fëmijë sa duhet? Me sa kanë folur? S'është e lehtë diskutosh gjëra të ndryshme, por sa jemi vërtet dhe sa mundohemi. Për çfarë them këtë? E them gjithmonë për rritje pra. Po tham jemi në rregull, ekipi është, kemi bluzat, ne jemi, po shikoni këtë botror, ku e bisedojmë me një rastisht, po them, nga që ne janar shkurt, ekipet afrikane patën Kupën e Afrikës. Nga që ndetën gati 1 muaj e gjysmë 2 muaj bashkë, i keni parë nëse keni ndjekur pak ndeshje, kanë qenë shumë të lidhura. Dhe gjithmonë europianët i kanë pas mundur kollaj afrikanët. Po ata kishin Kupën e Afrikës dhe sekondtarët mbledhen shumë rrallë. Vinë njerë, sa vinë, 2 herë në vit për shembull, nga 2-3 javë, pak është ajo. Dhe ato ishin më të lidhura, ishin ekipe më të forta, edhe shumë e vështirë që t'i mundi. Prandaj duhet sa më shumë të qëndrojmë në trupin, sa më shumë ta shohim si trupin tonë. Çdo antar të kishës, madje edhe ata që nuk janë. Duhet kemi atë që thot Krishti, si të shtojmë dhe të tjerë në tufën e Perëndisë të dëgjoni. Pamja me kaluar një varg. Nuk bëhet vetëm se dim sa aktivitete. Ne duhet patjetër që të rritemi. Duhet motivohemi në Zotin. Duhet ta shohim si një ekip. Fakt, nuk kam shkruar këtu diçka që në futboll ndonjëherë. Edhe sulmuesi bëhet portier. E dini apo? Ka qenë në detar, ka qenë penalti, s'ka futur detar tjetër. Thua se pse kështu është jeta ndonjëherë. S'thoshim me pastërmarrën me amin, bëni humor dhe do të mësojmë si është Bibla apo si është jeta. Pra, Bibla nuk lëviz, por jeta na lëviz pak. Dhe bëhet e vështirë si t'ja dalësh. E di që jemi gjithë përsosur, s'gabon asnjëri. Duhet jemi në këmbë tokë, shkemi për ulje ke Zotit. Më mirë shkemi për ulur të gabuar, e të na rrisi, se do mësojmë si të rrisin tjerët, se sa të vim, ne jemi të kishës, ne jemi këtu, ike. Shkove ke farisejnë, ke saducejnë, ke kryepriftrin, a doja dalin për Krishtin dhe për veten tonë dhe fitojnë tjerë, bota vuan për model. Bota nuk vuan për teori. S'po e them fare që unë e bëj këtë. Pra unë po e them se është biblike
Dhe kemi nevojë ta shohim ekipin si njëjti trup që nuk i bën dot dëm. Po disa do bëjnë dëm, do thonë rritu ti, rritem unë. Krishti kështu i motivoi të tjerët, nuk priti ato ndryshoi ky. E bëri deri në fund vetëm, pastaj si thaj, ndash të pritet ajo gjymtyr, ndash mos pritet. Ti bëj tënde deri në fund si lojtari i ekipit. Vjen një sulmues, dhe ka pasur raste, mund shikoni edhe në internet business, unë ka parë live, që u fusën musin dhe priti penaltin. Shumë portieri mund ta ketë dhënë gol, u shfutur sulmuesi se doli me të kuqe e portierit. Keni parë apo jo? Dhe ka pritur penaltin. Do ndodhi edhe kjo. Për të mirën e ekipit. Por shpresa kush është? Motivojmë dhe të rrisim secilin në pozicionin e vet. Është një trup. Ktu ka vargje pafund te 1 Korintas 12. Ai thot dora se syri nuk e pjesë e trupit, apo syri i dorës, madje thot gjymtyrët, dhe kjo është interesante, më pak të dukshme që mund të lihen pas dore, janë më të rëndësishme. Si që janë më të rëndësishme këto? Se fokusi vjen te drejtuesi, te pastori, tek ata që dalin përpara ndoshta, jo për keq, ne mund të jemi bekim i madh dhe jemi, por e di çfarë, ndonjëherë ato më të vegjëlit, më të gabueshmit na rrisin. Keni menduar kështu? Mbase s'na lënë të shkojmë shumë në qiell, vim pak me këmbë tokë, pritse edhe unë isha kështu ndoshta prit afër, edhe unë thënë, kam nevojë dhe gabueshme. Kam nevojë mendojmë të vegjëlit. Ka nevojë të ata që s'kuptojnë, s'do kuptojnë kur, mbase s'do kuptojnë. Edhe unë ndonjëherë them, ka ca raste që njerëzit s'kuptojnë. Por ne, për sa i takon ekipit, duhet bëjmë maksimum. Ndonjëherë ka raste se thot Bibla, Krishti thot, 10 dhe dele do rrin bashkë në fund ndonjëherë. Ndonjëherë do rri egjra dhe bruri. Por duhet ta shohim kishën si trup. Imagjino ta shohim çdo ditë kështu. Më e pakta e keqes është pak nuk i bëjmë dëm. Por duhet edhe të motivojmë ta, duhet edhe të rrisim. Njerëz smuret këmba. Ju ka ndodhur apo njerëz smuret koka. Njerëz smuret, çfarë të mos fillojnë tash. Zemra. Jo gjithmonë janë ai organ që mendon ti se është në rregull. Kërës ndonjëherë ai që mendon se do jetë më mirë, vjen dhe problemi. Pali, thithemi prapë, se këtë ka të keqe kur lexon në vite nga Bibla, tha, Zoti s'ma hoqi gjembin mish, dhe tha të duhet. Qa më duhet më gjembin mish për Zot? Unë dua vetëm bekime. Do me ecin barë gjitha, aktiviteti, jeta, rroga, borxhet. Po duhet pra thot, sepse më kërkosh mua. Sepse nuk e arrin dot, edhe po të lë do shkatrosh jetën. Siç po e bëje, para se të bie nga kali. Para se të bie nga kali, ishte fetar. Ishte edhe një pjesë mirë të Biblës. Por ishte pa Zotin, ishte i humbur, po çonte jetën në ferr. Ta shef që duhet diçka se të ndihmon të mësosh vuajtjen, ndihmon të kuptosh kush je dhe sa nevojë kanë të tjerë. Unë shpresoj të jetë kjo pikë e parë një rritje personale, nuk është fare se kam për asnjë, kam për veten time, ti për veten tënde. Rritu në Zotin, më bëj ti dua njerëzit. Do gabojmë, ku kemi na aq dashuri, ku kemi na aq dashuri. Po shkojmë te Perëndia pra, tek fjala e Tij, tek fryma e Tij, na mbushi. Burim ujë gjallë, nga vjen ajo. Jo vetëm lexohet Biblën, po ti je dhe model i vërtet i saj. Dhe kjo është punosh në ekip, mendoj, në përditshmëri. Sigurisht këtu është bekim i madh, se këtu nxitemi, këtu do vinë fëmijë që ftojmë, shpresojmë vinë. Tash duhen lutje dhe duhet edhe shumë të ftojmë. Unë kam dalë goxha dhe kam përgjigje pozitive, por kam përgjigje të hapura. Fëmijët sot ta thonë trosh. Siç kanë sa të këqija, kanë sa të mira. Por duhet lutemi. Nuk ka nevojë vetëm agën në një fe. Sa fe i thonë atyre ku e di fëmia ç'është feja. Por ata shohin modelin, ata pan Krishtin që i morin krah. Pan një që i do. Dhe të lutemi që të formohet një ekip dhe më i madh. Do ketë probleme ekipi. Asnjë ekip s'ka fituar botrorin, po të lexonin brapa që s'e dëgjuar dokumentar, se janë jetë. Asnjë ekip s'ka fituar se ishin përsosur. Madje tregojnë her pas here që s'e keni dëgjuar çfarë hoqëm të ndeshje, gaboi ky ai, po prapë ja dolën, se krijohet ajo fryma e inkurajimit. Që dikush thotë e di që ky është aty dhe për mua, e di që unë gaboj, ndoshta ai tjetri gabon një herë. Njerëz smuret syri, një herë dora, një herë koka, jo gjithmonë e shohin, ca smundje janë të fsheta,
Të gjithë ka bëjmë. Dhe të rritemi, kemi drejtësinë dhe dashurinë e Krishtit, që ta fitojmë këtë ekip. Në Krishtin fitojnë gjithë, nuk fitojnë vetëm unë. Kjo duhet jetë lutja. Dhe Psalmi 133:1 thotë, analizojmë së bashku 1, 2, 3. Psalmi 133:1. Ja sa e mirë dhe e kënaqshme është shërbesi të banojnë bashkë në unitet. Sa e vështirë është, por është e mirë dhe e kënaqshme. Dhe Perëndia nuk thotë të jesh gjithmonë këtu. Bibla flet gjithmonë çfarë thamë për rritjen personale. E di çfarë? I bën mirë shpirtit tënd më. Edhe timit. Po të na thoje, prandaj duhet lutemi për fëmijët e të rinj. Kur kanë qenë vetë Andi ka qenë i vogël, po kush ka qenë Qimi për shembull ose Brezi Majlindës, po ndoshta edhe ju Greta, edhe Irda, edhe Andi, po. Them edhe Preziun, ziheshim ke lojra, disa nga ne, jo të gjithë. Edhe me drejtësime, siç e kemi në shqiptarët, jo gjithmonë për keq. Do marr çmimin, e morë ti, mbani një natë, ka sa gjëra të kalosh fëmin këtë kulturë. Ndoshta në çdo kulturë. Duhet kemi durim. Ka sa gjëra të kalosh si i ri. Po t'ja dalim pra, se ja dhe më mora vesh pas sa vitesh. Ndodhi. Po thoni pse ka që keq që një pasor. Po jo, më nuk kam qenë që keq, po edhe unë kam pasur të mia. Qose shqip një Gloria, më kem qenë 2 fish i Gloria, s'ma keq. Qose duhet Gloria e keqe, por, më kam qenë 2 herë më keq. Por, Zoti mund të punoj. Duhet durim, duhet përullje, duhet sakrificë. E mori dhe Gloria që ka shpresë, Gloria edhe për të mirë. Po ka shpresë për histori. Por ka shpresë pra, sigurisht duhet kujdes, duhet i motivojnë, por nuk i bën dot me zëri, janë ca gjëra do i bëjnë, por frymëzimi, inkurajimi, është shumë i nevojshëm. Thash, Krishti, nëse ti dhe unë njohë Krishtin, nuk e njohë për ca rregulla, e njohë se ai bëri atë të pabërën për ty. Erdhi para 2026 vitesh në kryq për të larë borxhin tënd të timit, për ta dhënë liri, për të mos u ndrytur më këtu. A do jem unë i pari, a do dukem unë, kush do e bëj këtë? Jo, jo. E bën Zoti, ne jemi ekipi. Ne duhet të rritemi dhe të lutemi. Dhe i lutem mos e keq kuptoni, jam shumë i bekuar dhe ku do gjenim ne njerëz si ne. Por mund të rritemi thënë. Mund të rritemi. Sepse dhe shoqëria na mbyt. Shko në shkollë sul, shko në lagje sul. Dash për besimin, dash për gjëra tjera, edhe për fajin ton, kur i thon ndonjëherë. Shko kudo sul është. Presion. Si të dalim? A vetëm kish kur jemi këtu. Bëjmë ca program, përpara duhet të rritemi, motivohemi që të dimë që na mbështet dikush, na do dikush, edhe aty ku jam që rrezojmë, po është dikush që lutet ndoshta, që po t'i shkruajmë, më motivon, më inkurajon, se okay, jo të gjithë do rrimë të gjithë, gjithë jemi të zënë. Jemi një epokë që në fakt ndonjëherë unë personalisht për shkak nuk nxis shumë shkruese, edhe me sinqeritet duket sikur janë të zënë njerëzit, është në fajin ndoshta për pjesën time. Kemi nevojë të dimë që kemi njëri tjetrin pak. Edhe një natë zëm 10 dhe në drek dhe në mëngjes një situatë, një gjë. Edhe kjo është gjë e mirë, nuk është gjë e keqe. Por duhet ta shohim si ekip. Pse mos ta lexojmë 1 Korintasve 12 sot për shkak që është e mrekullueshme. E dyta është rëndësia e trajnerit. Ekipet më të mira kanë trajner të mirë, jo gjithmonë, prapë shumë anice, jo gjithmonë. Çdo ekip ka pasur trajnerin më të mirë. Kanë fituar dhe trajner të panjohur. Kanë lidhur lojtar jo gjithmonë yje, e dini apo jo? Tani po dish nga futbolli, mund dish, për shkak një rast po kapun, me që është i freskët, disa nga ju mos ta dini, ishte një ekip në kategorinë e dytë në Angli, kategoria 2, që quhet Leicester. Shkoi në kategori të parë me një trajner që shansi që lloj ke Roma, nuk po e them për këtë, fal. Por ishte ai vërtet Ranieri dhe vitin tjetër fitoi kampionatin anglez me lojtarës të Manchesterit, kundër Arsenalit, kundër Liverpoolit, që janë ekipe qindra vjeçare. Si mund ta fitonte? Gjeti atë, si themi ne, te gelin e dur, gjeti prej butelat e dur, lojtarët ishin nga kategoria 2. Si u bën ata? Sigurisht i motivoi, bëri stërvitja, vazhdoi. Po i motivoi, gjeti pozicionet dur. Ndonjëherë duhet studiuar në ca raste. Duhet studiuar vetëm program, si ja dilet për ditëshmërinë fakt.
Dhe ata u bën kampion. Trajneri vet nuk zbret në fush. Po ti ku zbret trajneri? Trajneri zbret stërvitje, trajneri është aty me ata. Dhe ne kemi Krishtin që nuk është drejt për drejt me ne në fush, por na kalon frymën e shenjtë. Dhe ai erdhi në fush para nesh. Na tregoi modelin dhe shembullin. Trajneri çfarë në fush? Hedhi det, hedh skemat, hedh dhe lojtarët. Dhe po të lexojmë te Romakëve e pam, por ti lexojmë edhe një herë pak këto. Çfarë trajneri kemi ne? 1, 2, 3, Romakëve 8:35 dhe 37. Kush do të ndajë nga dashuria e Krishtit, pikëllimi, angushtitësa, apërndjetja, auria, a të zhveshurit, a rreziku, a shpata, por në të gjitha këto jemi më shumë se fitimtar me anë të atij që na ndjesh. Bibla thotë që trajneri që kemi ne është trajner fitimtar. Ai nuk humb. Çfarë është interesante, ka shumë trajnerë që kanë gjuar në intervista dhe nga vetë lojtarët, pra nuk janë shpiket e mia, lojtarë profesionistë, që thonë, çfarë thonë? Trajneri bëri këtë skem, na i tha detyrat, pak a shumë e dinim çfarë, po ne nuk e bëm dot skem, nuk e zhvilluam dot. Keni parasysh? Ose kishim këtë plan punë, por nuk e arritëm dot. Si ta i ke fillë me drejtori? A vum këtë përqindjen po në komunizëm? Unë sa arrit ato, çfarë bëja? Do gënjej ata. Na njerëz sa arrin dot. Por Krishti është trajner fitues. Skema e tij është skem fituese. Nuk e kuluan. Puna është sa e zbatojmë ne si lojtar atë skem. Sepse tek Efesianëve edhe një herë 1 vargjet 22 dhe 23 flet për vargjet që Krishti është kreu i kishës, prandaj po themi dhe trajnerit, është ai që i motivon lojtarët, është ai që jep direktivat. A lexojmë këtë? 1, 2, 3, Efesianëve 1, 22 dhe 23. Dhe uri gjithçka në këmbët e tij, Krishtit, edhe për çdo gjë ja dha për krye kishës, e cila është trupi i tij, plotësia e tij që mbush gjithçka në të gjitha. Kë i dha për krye kishës? Pastori mund të jetë kapiten, a çfarë do doni ta quani, ndihmësit janë lojtar motivues, mësues. Bibla flet për dhuntit kur folëm për gjymtyrët, nuk e zgjeruam shumë atje. Por kreu, trajneri është Krishti. Ai është dhe ka i gjë të mirë, që trajneri zakonisht, trajneri i mirë, është i hapur për gjithë. Nuk mbyllet, izolohet, fshihet. Trajneri i mirë mundohet ndonjëherë ta harron gabon apo jo. Mundohet flasë, është i hapur ta dëgjojë, është i hapur thotë prita mendojmë edhe kështu një herë. Unë jam i bekuar kur shumë nga ju e kanë këtë qëndrim, s'po them se gjithmonë ke drejt ti ose unë. Unë kem gabim. Por duhet vëzhgues. Krishti na dha mundësinë e zgjedhjes lirë, që është një privilegj i pabesueshëm. Zgjedhja lirë na merr në qafë, si diskutohet. Por dha mundësi të rritesh dhe të kuptosh. Çfarë na thot trajneri? Kush është ky trajner? Ky është trajneri që zbret në fush, ky është trajneri që del në diell, del në shi, rrihet, tallet kur protestojnë tifozët nga ekipi kundërshtar, jep direktiva dhe është aty me skuadrën. Dhe kreu është Krishti. Ky është modeli. Që plani nuk e pastori mund të thotë një plan, ju mund të jepni një ide dhe është bekim. Unë shpresoj në zemrat, edhe për ditëshmërinë tonë të jetë plani i Krishtit, sepse me të çfarë thoshte Paru? Nuk humb dot, nuk e si humb. Fjala je më shumë se fitimtar. Ku ka më shumë se fitimtar? Kapra, sepse nuk je vetëm fitimtar njerëzor, nuk je vetëm fitimtar për një grup vogël, por ke një vizion të trajnerit. Sepse Perëndia e deshi aq botën, dhe ekipi mund të ishte edhe gjithë bota për shemb. Mund të ishte edhe gjithë bota. Prandaj duhet të lutemi jo vetëm për ekipin, por duhet të shohim si ka shumë vargje këtu që mund të rrinim gjithë ditën e gjithë natën, që flasim si të rritemi në hirin dhe në njohjen e Zotit dhe shpëtimtarit ton, Jezu Krisht. Unë shpresoj që ai të jetë Zoti dhe kreu i kësaj kishe dhe çdo kishe. Që na bën gjithëve të gjejmë hir, na bën gjithëve të gjejmë mëshirë, na bën gjithëve të kuptojmë se asnjë nuk është i përsosur dhe që është më bekim fakt. Sepse është Zoti i zotërve.
që të do ty, që luan për ty, që të ka edhe në fush, nuk është e jona, nuk është fare, as kisha ime, as është e Krishtit. Dhe unë shpresoj të jem duke u rritur në Krishtin. Se nuk është e mirë qenë kjo, vetëm se jemi këtu. Është kreu, kapiteni është Krishti. Trajneri. Dhe je i fituar, je më shumë se fitimtar. Këta fëmijë që do vinë, të rinj që do vinë. Aktiviteti është aktivitet, do mërzitet, do kënaqet, koha që do kalojnë, njohja e tyre, afrimi. Një ku di unë rrugë nesër ku e ke afër, se thash, gjithë jemi zënë, kemi dhe punë. Sa motivojmë ne? Sa ndjenë pranuar? Sa ndjenë mirësinë? Ore fryma është shumë e rëndësishme, fryma në grupë. Unë ditë kam me gjithë, po unë dua të them të rritemi në frymën e Zotit, motivuese. Sot po luani për shembull jashtë fëmijët, shëloj e bukur u vdes për të lojra, na i bëri asnjë kujtoj. Tash disa nga ata s'kan prek ndonjëherë top me këmbë, por është mirë, pra, si bënim stërvitje. Pason, e pasoj Andi Bakteni, e pasoj Florës, se është tash Flora ma pason, ja pasoj Viktori ma pason. Është shumë stërvitje bukur në fund, sigurisht jeti që përgatitur. Dhe sa fëmijë nga që s'kishin luajtur kontra si sa aty, po gjunin topin, pse gjuhet ky. Tash po, ai më ti motivoj me çik. Me që vi nga futbolli, nëse është një gjë që çfarë bëj unë. Kam më gjuar shokut. Nëse kam fillon çik. Vrapo të zgjidhni, filloi Perla, filloi Grisi. Po më gjuaj pasoje. Fillon u nxitën. Se çfarë bën, nuk bën ai gjë të madhe. Por u nxitën pak. U inkurajuan ta gjunin çik më shpejt. Ndonjëherë duan edhe një kështu nxitje. Duan edhe motivim. Nuk është vetëm kur ka një gjë që i pëlqen, sa gjë i pëlqen gocave, sa gjë i pëlqen çunave. Nuk është vetëm bëje, se bëre, është dhe kjo, më dakord, është minimumi i minimumit. Motivimi është i që është hyjnore. Motivimi edhe njerëzor të manit ndonjëherë, njerëz që të motivojnë, mësues që të motivojnë. Si ta ndihmoj këtë fëmijë? Ku i ke kollajtë? Mjek, infermier, pastor ndoshta ndonjëherë dhe unë, pak metat e mia. Nuk i gjen kollaj shoqëria, kjo vuan shoqëria. Vuan të rritemi fjalën e Zotit dhe të dim si të motivohemi. Dhe kjo na çon te e treta, që mos ta zgjasim shumë, nuk do t'i lexoj gjithë vargjet, do t'i përmend, disa ju mund të dinë, na çon dhe tek stërvitja. Stërvitja është një gjë shumë komplekse, ka të bëjë me ushqimin, ka të bëjë me vratimin edhe ushtrimet fizike, ka të bëjë me motivimin, ka të bëjë me skemat, ka të bëjë me video. Kur isha në futboll për shembull, duke qenë se jemi se ku kuptohet një vend që është vend jo vetëm i varfër, po edhe me shumë probleme. Në arsim, në spitale, në shkolla, në sport, në kisha më toni, se kisha fytyrën e shoqërisë nga marrë deri diku. Që mos ta lë jashtë, që mos dukemi të përsosur. Qofse kupton dikush që është për të rritur. Ku duket? Ke probleme duket. Hajde si ke pronat. Për këtu duket shteti. Edhe ne, se ne jemi pjesë e shteti nga ne vjen. Baba ju, gjyshi jon, vlla ju do jetë atje. Çfarë din shteti? Dhe kur isha në futboll, si motivohemi ne? Ne që shkollë herë që të mbysin fare, nga herë se ku lëviz. Jo me miq, jo me të njohur, i mbytur, që fillimi i kapur njerë, dhe do t'ja dalësh. Po edhe në futboll, nga që s'kisha mbështetje, nuk isha një talenti pa parme, jo, se ndonjëherë nga që kam qenë futboll, i duket gjithmonë njerëzve, nuk kam një talenti pa parme, ka pas shumë të mirë, që janë djegur, s'kishte babaj, s'kishte lekët, vite tjetër pinti kontraki i fuste çunin, bëjë stërvitja, kur kam shkuar ditën e parë stërvitje, se është reale kjo, po pralla me mbret mund gjoj, mund të gjëra reale që besoj dhe ju i vuan një mjetë e përditshme. Shkoj unë, ky është trajneri ishte, që them, kujtimi fix, s'ka si që të kishë kujtimi, ishte vesh në tuta sportive kujtimi, thash unë që kemi trajner, dita parë, kur më thot i shok, jo me ky është babi, si me thënë babi Andit. Babi Andit. Po më përka i trajneri se ka capun, edhe kjo është mësur rinë atje i bibitit me Tiranë, në akademia. Histori reale në qofë se vrejt. A i ka që rinë dhe gjithmonë t'ishte çuni, bravo i qoftë atje, a i ishte e motivonte, e kishte mundësin. Timës trajner, a i vazhdon edhe para një, nuk kanë qenë para 20 ca vjetësh, edhe para 7 vjetësh a i vazhdonte. Në imagjino që a bëjë, shkonin në stërvitje, po su motivohet që i vetë, po një djarë 16-17 vjeç, motivohet me topin, po pastaj
Nga vim, nga Shqipëria vim. Ama ja, ollëm sot, s'bo mirë stërvitje. Vete ke fajnë do thuash, vete kam. Po kush motivoj? Mos prit motivim. Sot nga Biblia them, nuk duhet pres motivim, duhet rritën vete. Po prit se fëmija të motivim, i riu të motivim, po edhe ju të rritur i toni motivim. Kush motivoj? Zbëhet luaja, derisa kur kam lënë futbollin, unë personalisht, shembull mund të jetë të ndryshëm, megjithëse sot vazhdojnë hajnë qofte, pinë duhan para ndeshjes, kënaqen. Pi alkool, i shifre se ka topat. Pa rëndësi ka kjo, kur kam lënë 18 vjeç që nuk shkova më, do të më i lumtur isha që e lash, e besone apo se besone. Qofse ju gënjej, Zoti është dëshmitar. Më i lumtur isha, ore tani fare se po rri kot, as motivim, as gëzim. S'ka pse të jetë kështu. As fia Zotit, as jeta përditshme, bota na gënjen. Ne duhet të rritemi dhe të stërvitemi dhe të motivojmë. Motivojmë dhe edhe njerë, motivojmë dhe tjerë. Kjo është historia ime e futbollit, që ose para futbollist vdiqa. 18 vjeç, e kam qiuaj shumë luaj me shokët e mi, më shumë shijoj edhe sot e kësaj dite që luaj, më shumë shijoj me ata çuna që luaj, pse se luajnë më me zemër, ka i qik më konkurrencë pastër, ka dhe probleme ndonjëherë, por luajnë më këndshëm. Dhe Biblia thotë që ne duhet të stërvitemi vetë, po dhe të stërvisim dhe të motivojmë të tjerë. Motivimi që ka gjë e madhe. Jo më kot libra sot dhe Krishti në fakt, mësimet më të fuqishme që ta qenë fillim, dhe gjithë historinë e tij, aq shkurtër ishin motivuese. E bën me zemër, e do vërtet. Çfarë bëra aty që gjetën rrugat e shtrirë? Çfarë bën me këtë që është mëkatar i ndyrë që e din gjithë? Çfarë bëre me atë që i duket vetja të mirë? A e krahasojmë ndryshe atë? Është komplet ndryshe Krishti. Prandaj më shojmë ndonjëherë tek këto. Nuk them se s'di unë, mos gënje, mos vidh, mos mashtro. Këto i di njeriu, i ka atë moralin njerëzor, e ka deri diku dhe të lindur. Ja thot dhe çik familja, mundohet edhe prindi shkret, me gjithë metat që ka. Ja thot dhe mësuesi ke shkolla. Motivimi, mundohet. Dhe Biblia i ka qarta disa nga këto, mund të vija më shumë. Por e para thot, sigurisht duhet për stërvitjen ç'a duhet. Ushqim, s'ka njeri që rri pa ngrënë, kemi thënë, s'ka njeri që rri pa veshur, s'ka njeri që rri pa krehur, pa rregulluar, s'ka njeri, do thoshti dikush më shumë, dikush më pak. Por ç'a tha Krishti te Mateu 4:4? Njeriu nuk rron vetëm me bukë, por me çdo fjalë deri nga goja. Po tu shesh shpirtin. Jo vetëm e lexova Biblën për sot, se unë në mëngjes lexoj Biblën. Ajo është bekim aq i madh që ta kesh si disiplinë, po ushqe zemrën. Unë ka përvoja ime kam parë, lexoja shumë edhe ishte bekim se më ka rritur. Ndonjëherë duhet të lexojmë çik me qëllim, të ushqim shpirtin ton, ku jam unë këtu? Kam vërtet sa vlera frymërore çdo ditë. Ky është ushtrim në punën e Perëndisë. Ushtrim regjimi apo jo? Se ke gjithë stërvitja aty. Hyn ushqimi. Nuk mund të hajë futbollisti çaj do qefi gjithkohë. Vetëm sufraqe gjithë ditën për shembull. Po diun çfarë mund fusin në gjithë ditën. Pra, se s'jam kundër sufraqes, hajë don sufraqe, dakor? Se është frikë tonë Filip tash, si në Amerikë, po thej gjë, po është ka. Por ka një regjim, duhet hash, si do rritesh ti, por nuk lexohen me qëllim fjalën e Perëndisë që ta kuptosh, motivosh veten njëri, jo çfarë do jap tjerëve, ose çfarë do i tregojnë aty. Veten tonë, të rritemi. Dhe s'tash se po njëri, unë shpresoj dhe unë besoj që e bëjmë, por gjithmonë mund të rritem. E dyta, duhet stërvitje. Fakt e 1 Timoteu, nuk do i hyj, thash se më janë disa vargje, edhe për çështje kohe, thotë ushtrimi i trupit vlen për pak kohë. Mjeku thotë ushtro trupin, jeta tregon të ushtrosh trupin, futbolli vetë është një lloj ushtrimi, por ushtrohu në perëndishmë, në gjërat perëndishme, gjërat të drejta, gjërat të dashura. Po pse thotë ushtrohu? Sepse nuk e arrin dot me njerë dhe s'ke për ta kap kurrë më të mirën. Prandaj do të kete kujdes, ama çdo ditë rritu të jesh ky model i mirësisë me gjitha, i drejtësisë, aq sa mundesh të rritesh, i dhënjes, se përshpëria janë çdo gjë e mirë, e drejtë, e pastër, nuk parojnë këto, po trim gjithë ditën flasim, është pikërisht ajo që na mungon botë, dhe që shpeshherë na bën të ne të dështojmë. Që edhe ky është një ushtrim i mirë, pra është i varg manitës. Thot drejt për drejtë,
për ushtrimin e trupit. Ushtrimi i trupit vlen për pak kohë. Ja jetovi 100 vjet, e mbajtë trupin si themi ndonjëherë. Është një komshi që kemi, e çova një ditë spital, ktheu ka ditën e miqve ai aty herë me babën e Malindës. E njëjtë Fredi Lelës kanë qenë agronom bashkë, kush e njeh. Nëse edhe tha, ai nuk është se besonte, erdhi për vizitë, edhe tha jemi të shkencës, tha, se çtola tha nga kafja. Ambaj thash, tha duke ecë më thanë, sa mirë mbahesh 19 vjeç, po ç'të duhet o ty, mori syshta. Po ti më çfarë thash, ishte mirë. Tash nga herë themi më mirë ishte nga krau i shkencës, ta tonë edhe. Ese, po do të them, ja do rish dhe 90 vjeç, 100 vjeç në formë. Pa kohë është në përjetësina. Por ushtrimi në perëndishmëri, të bën mirë ty, bën mirë shembullit familjen tënde, në kish, s'do ta kuptojnë gjithë sot. Krishtin vetë të çon kryq, thot Bibla. Di apo jo? Dishepujt e praktikën, por një ditë, andaj them, nuk është e jona që të shohim fryte vetëm tani. Unë dua fryte që sot, nuk është e jona. Do ta lëm dorë Zotit. Ti ama i lojtari i dur, shiko trajnerin, rritun të i shembull edhe për lojtarën që rrëzohen ndoshta, kur dëmtohet e portieri bolle pritet penalltin. Ama edhe stërvitu çdo ditë. Me fjalën e Perëndis, stërvitu çdo ditë me trupin. Te 1 Tesalonikasve 5:18, në fakt, thot pse them oksigjen, sepse është ai vargu që thot Pali, lutuni pa ushqim. Të lutesh pa ushqim. Unë ndonjëherë kur them do lutem, mund të lutem me lista ndihmon, edhe është bekim. Kur të lutesh vetë, do ndash zemrën me Zotin, dhe njëherë thua sa do lutem unë, apo sa minuta, ndonjëherë pyesin njerëzit, është dhe humor nga njerëz, dhe është edhe s'është. Sa minuta lutesh ti? Sa arrit ti? Ka i farbotimi se të ndihmon një kohë, po Bibla thot rritemi në një qëndrim lutës. Në ecje, atje ku shkon, s'ke që posë budalë, si shflet, a flet me vete apo s'flet? Mendon me vete. Jo për të shpem kujtim, mendoj, por e që do bëj. O Zot, se jam këtu? O Zot, si mund t'jem bekim këtu? O Zot, si mund të dali mirë kjo situatë? është si oksigjeni, sepse di pse? Atëherë ne po kërkojmë planin tonë njerëzor gjithkohë, programet tona dhe nuk shohim dorën e Perëndis. Dhe mbase po e shohim mirë, mos po them, por si mund të rritemi është ideja, se stërvitja flet për rritjen. Ne kemi nevojë të mësojmë të flasim me Zotin. Enoku eci me Perëndin. Abrahami ishte mik i Perëndis. Jo vetëm dinte për Zotin dhe besonte, por e njohu, ecte, kur rëzoi, e dinte ç'ishte rrëzimi. Nuk thoshte ani ku Perëndis dhe unë s'do bëj. Mojsiu, njeriu më zemërbut në faqen e dheut, vargu. Ç'a ka këtu për të mos mësuar? Por për të rritur është vështirë. Vargje manice që ndihmojnë ekipin, ndihmojnë grupin, ndihmojnë kishën, ndihmojnë dhe botën në fakt, për ta parë. E katërta është kjo, ofisja me kemi, me ofisja. Si ta drejtë ta se po i hidhja në projektor, pozitivitet. Jetojmë një kohë stresi, ankthi, shkurajimi, si kulturë jemi, si thon asaj, jemi shumë qeshur dhe allegro, po jemi çik pesimist. Gjithmonë pse serdi ka ndodhur gjë, do i ndodhi gjë, po, si jemi, çfarë do ndodh nesër, çfarë do bëj pas nesër, e kemi çik më shumë po them, jo se bota se ka, por ne kemi pak më lart dhe ne kemi nevojë për pozitivitet. Nuk kemi nevojë vetëm për si ta iskurajmë limona gjithkohë. Shojmë shtrembër. Çfarë bëhet tu se kemi nevojë për pak inkurajim. Ndonjëherë do unë jam ashtu, vjen temja, kam thënë njerë, vjen në dyre që kam qenë lodha, pire s'ta shpritër e çfarë po i tregoj unë ti. Ama si kemi mirë, thonë, se unë hama erdhe ti. Si që kemi nga njerë, është pritë se ke drejtë se jam i qikë si jam formë sot. Jo, thëmë si qemisht, të shpritër. A i vjen 90% kohës a shu, po ne, se po them ti. Së shtu, pra dhe e them, shtu. Pra, e kam fjallën, jo të bën jeta, të bën kultura, të bën vuajtjet, edhe harrimi që kemi fitimtar në Krishtën. Kemi jetë në përjeshme, kemi planin e Zotit, kemi një plan stërvitje të mirë, na bën mirë për shpirtin. Jo vetëm çfarë do hajmë, çfarë do fitojmë, ku do jemi, është për shpirtin. Kjo është për shpirtin, është për mërore.
Dhe çfarë thot një Tesalonika 5:16 në lidhje me këtë? Dini çfarë thot? Jini gjithmonë të gëzuar. Si mund të jesh gjithmonë i gëzuar? Po ky pra është pozitiviteti. Se Zoti ka dhënë gëzimin e njohjes së Tij, njohjes qëllimit të jetës, njohjes se si i përkohshëm, i përjetshëm në Krishtin, njohjes si je fitimtar, kushdo që të sulmoj këtu apo në botë, ti ke fituar më. Je fituar, po ke njohur Krishtin. Dhe po rritesh në të. S'ke qa unë në Krishtin. Pra, ka gëzim. Dhe tjetri, vargu 18 dhe qa thot? Në gjithçka jeni falenderoj. S'është pozitivitet kë. S'kam këtë, ato poja të dhe realisht e di që disa nga ne mund t'jenë dhe më në nevojë se disa tjerë. Nevojë reale, edhe për bukën e gojës. Kush i shkruan të vargje? Një pasur. Shkruan një që ishte në burg, një që rrihej, një që lihej pa bukë, po që gjeti gëzimin e Krishtit. Ai na motivon, nuk motivon një nga podiumi këtu tash. Jeni të gëzuar se kam orë, jam me kollare, kam një makinë, s'ka gjë dhe kjo më, se Zoti po ma jep mundësinë. Por them, kush e ka shkruar këtë? Se ka shkruar një që kishte në Terezi, e ka shkruar një person që vuante. Mos dish motivohesh këtu? Prandaj them prap duhet rritemi në stërvitje. Personale për jetën tënde dhe time. Lëre më tjetër, mos e shih fare. Tjetrin, si mund ta motivoj? Mos të shohun, po bëj gjithkohon, çfarë pa Zoti kene? Çfarë pa Zoti kene? Shoh si ndihmojnë dhe të motivojnë, sigurisht. Por rrit veten. Nuk bëj shaka me Perëndim, me këto flisja me hacën, me këto flisja. Tash, aty Zoti ne skemi Zot si ndaj muslimanët. Ka hedh një muaj këtu. Paguaj borxhet, bëj çfarë dua këtej. Pse çfarë Zoti s'na shikon zemrën? S'na njeh. Pse kështu Zoti kemi ne Zot feje që bëjmë sa rituale këtu dhe ja hodhëm. Zoti është i gjithditur, aq i mençur sa e tinte që ne s'ja dalim erdhin Krishtit, nuk ishte se s'kishte çfarë bënte. Erdhi të na bekonte, na jepte dhe na motivonte. Si ja hidhje ti aty? Edhe unë, që dha jetën për ne, si mund t'ja hetësh aty? Ja e njëri që po bën hila atje në fron, ri për qef, pi cigare, pi drogë, se po flas full banale, edhe që s'do t'ja di. S'është ky Zoti ynë, që në fund thot nuk di ç'a do bëj, a shkon ti paras apo jo. Zoti ynë është i gjithdituri, është i mençur, ka dhënë ty dhe mua mendje, shpirt, trup, ka dhënë plan, dhe mbi gjitha ka dhënë Krishtin. Si mund t'ja jepim në ati? Andaj them, ne kemi nevojë të rritemi në zemër. Andaj Krishti predikonte këtë mënyrë. S'dinte ai, mos vrit, mos vjet, ja tha aty, po s'vrasën, s'vjedhën, s'bëj këtë. Gjithashtu jemi ne. Por nuk të rrit ajo. Të rrit shumë më tepër ata që njohin Krishtin, motivimin. Stërvitja në vargje që janë qik, jo shumë thella, po dhe janë thella. Se shkojnë shpirtin. Dhe e fundit, duhet pikërisht frymëzim dhe motivim. E kam thënë shpesh, unë mësoj nga jeta kaq shumë, ndoshta si dhe ju. Çfarë të frymëzon ty? Aktiviteti, posti, parat, gjitha janë diçka, të gjitha janë i përdor Zoti. Por më shumë duhet na frymëzoj fryma e shenjtë e Perëndis. Një frymëzim si të fitojmë gjithë Krishtin. Një frymëzim si të jem unë model jo për të dukur, por që të jem model që të manitem që në fushë thot tjetri për shembull, ka di Zotit në ana po luan mirë. Nuk dinte mirë futboll fillim, po tash ka filluar po gola. Si të rritë që unë nuk dia gjuaj topin, po tjetri më dha 2 pasa dhe mësova. Ky është motivimi. Duhet frymëzimi i Zotit, jo frymëzim njerëzor. Më keq. Nuk jam, tash dhe edhe ju, nuk vim nga i kulturë që presim në mrekullit madhe. Po Bibla thot duhet presim, kur vepron fryma e Zotit. Dëshmia në Krishtin nuk humb. Jo çfarë themi ne, çfarë thot Zoti dhe çfarë tregon fusha. Kështu që duhet të rritemi në frymëzim, në frymën e shenjtë. Po mbushën e fakt po vini Tesalonikasve 5:19. Zoti frymëzon me motivin e dur për këta fëmijë, për këta të rinj, për këta të rritur, për këta gjyshër.
për ata që s'janë këtu që duhet vinë, ku kam unë aq fuqi, aq frymëzim? Ku kemi ne aq frymëzim? Kemi realisht? Frymëzim? Gjejmë punë të mirë? Gjejmë një shtëpi më të mirë, një makinë më të mirë, rregulloj fitemi, hajde në vend tjetër, mundohemi. Ore frymëzim perëndishëm, që të kapim shpirtrat, i fitojmë shpirtin tjetër. Se Krishti për këtë erdhi, nuk erdhi na përmirësoj thjesht kushtet fizike. Dhe Efesianëve 5:18, jo pa qëllim thot, por rrit mbushuni në frym dhe jo në pije, që ka shturi. Kemi nevojë të frymëzohemi nga fryma e Perëndisë. Vargu i fundit për ta mbyllur tani. Thash vargu i fundit, me që folëm pak për trupin, ajo që do e mbajt lidhur, fakt po gjoja në internet ndoli një rastisht, po thoshte kush është pjesa më e rëndësishme e karrikës. Keni dëgjuar? E ke pati? Po. Çfarë thoshte? Gjithë filluan ndesja, mbështetja, këmbët apo jo? Edhe njëri tha, jo më janë vitat ta, se po si lidhen vitat, i ke gjithë pjesët po s'mbahen. Tani ky është ilustrim, apo jo? Se po ishte interesante, s'po gjoja, ora s'po kuptoja, kush është? Unë për vete. S'më shkoi mend në fillim. Dhe Bibla çfarë thotë? Gjithë qëllimi në fund është të mësojmë si të duam Zotin me gjithë zemrën tonë, që unë vonë më vonë po e kuptoj, për lavdi Zotit po rritem ka parë, me gjithë shpirtin tonë, me gjithë mendjen tonë, po kemi në gjitha të dashuri, po vetëm po të ndjekësh pikërisht ato që do të thotë Zoti. Dhe të duash të afërmi porsi vetvete. Dhe çfarë mban trupin e lidhur? Lexojmë bashkë. 1, 2, 3, Kolosianëve 3:14. Dhe përmi të gjitha këto, vishni dashurinë që është lidhja e përsosmërisë. Përmi gjitha këto që bëni, çfarë organizoni, çfarë drejtoni, çfarë bëni, trupi. Ajo që lidh trupin, është kjo fjala për ilustrimin, ligamentin. Kam përmendur një herë për shembullin tim, është ligamenti. Mund të kesh dorën apo jo? Mund të kesh krahun, mund të kesh këmbët, mund të kesh kokë, po su lidhen këto, s'ke trup. Po kush e lidh këta? Dashuria. Është motivimi më i madh. Prandaj të stërvitja nuk është vetëm të mësojmë sa gjëra në kokë, është shumë komplekse. Dhe mendoj që mesazhi i shprehur qartë me vargjet e Biblës, se si mund të rritemi në një ekip fitues, të ndjekim trajnerin mbi të gjitha, se do një krau dora veshë syri do smuret, të motivojmë ata që smuren, se ti nuk e pret direkt, po shkon edhe mundohesh ta shërosh, dhe të ushtrohesh çdo ditë. Si bëjnë gjërat fizike, është manice, fjala e Zotit, është manice. Kështu që ka vend për të rritur, edhe lavdi Perëndisë jeni këtu, se po mos ishim këtu ku të dëgjonin, sigurisht disa në edhe i kanë dëgjuar, por ku do motivohesh? Që bëni për Krishtin, fitoj gjithë ekipi edhe fitojnë edhe të tjerë. Më i rrituri, rrit. Ai që do më shumë, fal më shumë. Mos prit vit tjetrit e ti. Rritu ti. Të bëri Krishtin. Kështu që është thjesht vetëm për të motivuar në të vërtetat e fjalës Perëndisë dhe si kisha atje dëshmi brenda dhe jashtë saj. Mirë, të mbyllim me një lutje. Zot, falenderoj Perëndi, falenderoj shumë Zot për këto fjalë kaq manice, fjala jote është e pagabueshme Zot. Sidomos kur i krahason vargjet, kur shikon gjithë frymën më Perëndi. Që ti ke. Nëse ka një gjë që frymëzon është mirësia jote dhe dashuria jote o Zot. Dhe të falenderoj që me të ti na ke dhënë dhe fjalën tënde që të na bindësh se ti na do, se ti e tregove me vepra Perëndi në Krishtin. Dhe kjo na nxiti ne që ta ndjekim këtë fjalë, Zot, që të mundohemi të rritemi në këto të vërteta. Unë falenderoj Zot edhe për mundësinë që kemi këtu për 31 vjet tani, o Zot, vazhdojmë të shërbejmë. Edhe di që këtu ka njerëz shumë besnik vite o Perëndi. Por prapë unë lutem të na rrisësh një shkallë më lart gjithë. Gjithmonë ka vend për rritje. Ndoshta motivimi është gjë më e vështirë sot o Zot. Sepse kudo që shkojmë është e vështirë të jesh motivim. Edhe unë më kot njerëzit çdo shoqëri ngjajnë me kulturën, reagojmë sepse gjithmonë ndjehemi të sulmuar. Që të lutem na jep hir o Zot, na jep dëshirë për të rritur në ty o Krisht. Mos lëndohemi nga bota, pse jo?
mos lëndohemi dhe nga njëri tjetri, dim të përballojmë dhe të motivojmë o Zot. Si thot Fjalëra e paqes madhe kanë ata që nuk ka gjë që i rrezon apo ofendon. Që na arrit o Zot ta duam trupin me gjithë vështirësitë që ka secili, rënjet, rrëzimet, sprovat, smundjet o Zot. Lutem Perëndi na bëj një lojtar që e do ekipin, që sakrifikon dhe që është ai që tregon shembullin e trajnerit o Perëndi. Shembullin tënd o Krisht. Përdor o Zot fjalën tënde këtë javë. Na ndihmo mos varemi vetëm nga fuqitë tona, sigurisht na ndihmo të ushqehemi me Biblën siç e pam të stërvitja, por ama të kalojmë kohën lutje me ty o Zot, një qëndrim lutës gjatë javës, gjatë ditës, për gjithë fëmijët të rinj, po edhe të rriturit që kanë nevojë kjo kishë të shtohen në Perëndi. E na ndihmo o Zot që vërtet shohim fryte për nderin dhe lavdinë tënde, që ti të marrësh lavdinë në fund o Krisht. Dhe nëse është dikush pa Krishtin, në fakt duhet ta kisha përmendur, ndihmo o Zot kuptoj që ti je jashtë skuadrës tënde, i humbur për jetësi o Zot, e ke humbur ndeshjen. Që të lutem na ndihmo të kemi breng për këta njerëz, ndoshta të sakrifikojmë ca gjërat tona të përditshme që nuk na lën të kontaktojmë botën e humbur, të dimë si të sillemi atje, nuk e di çfarë na mungon ndonjëherë gjithë dhe nga pak, por na jep mençuri o Zot, kuptojmë si mund të jemi model dhe shembull atje në botë. Me kodë ata që janë midis nesh pa Krishtin, pse jo ta njohin atë edhe sot o Zot. Në emrin tënd shmuar lutemi. Amen. Mirë, shumë faleminderit për gjivin. Era Zotit është bekim. Qëndroni çdo javë, se nuk mjafton një mesazh apo jo, siç e pam duhet të rritemi dhe të shihemi çdo ditë. Zoti ju bekoft, le ta mbyllim me një këngë. Kënga në numrin 62, Luftojë të dalë mundur, luftoj të ngrihemi në këmbë, në strofën e parë dhe strofën e dytë së bashku. Ishte bekim që ishim në shtëpinë e Zotit, Zoti ju bekoft, drekën e mirë.